Shërbimet e Komisariatit të Policisë numër 6 në Tiranë kanë finalizuar operacionin e koduar kopja pas një hetimi disa mujor të kryer në bashkëpunim me prokurorinë. Gjatë këtij operacioni u bë i mundur identifikimi dhe arrestimi i shtetasit BH, 38 vjeç, i cili rezulton të jetë një person me precedent të theksuar penal në fushën e vjedhjes. Hetimet zbardhën se 38 vjeçari ndiqte një metodë specifike, duke monitoruar paraprakisht banesat që synonte të grabiste. Pasi siguronte informacionet e nevojshme, ai hynte në këtë shtëpi duke përdorur çesa të kopjuar për të përvetësuar para, bizhuteri dhe sende të tjera me vlerë. Deri më tani janë dokumentuar plot 4 vjedhje të kryera nga ky shtetas gjatë vitit 2026, të cilat janë realizuar me të njëjtën skem kriminale. Në cilësinë e provës materiale, policia ka sekuestruar veshjet e përdorura nga autori gjatë kryerjes së krimeve, si dhe disa sende që dyshohen se janë vjedhur në banesat e qytetarëve, ndërkohë që materialet i kanë kaluar prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme. Grupi hetimor vijon punën për të zbardhur nëse ky shtetas është përfshirë në ngjarje të tjera të ngjashme të ndodhura kohët e fundit.